Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Kemi rritë tema 13, e cila flet për mësimin e zemrave përmes Kur'anit. Dhe në këtë temë autori Allah rujti sjell disa hadithe. Hadithën e parë sjell hadithën që transmetohet te Imam Ahmedi dhe Nesai dhe Ibn Majah prej Anas ibn Malikut radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë inna lillahi ehlina minan nas. Vërtet Allahu i ka disa njerëz të veçantë në mesin e njerëzve për zgjedhur. Qalu ya Rasulullah man hum? Thotë pyetën o i dërguar Allahut, kush janë ata? Qala hum ahlul Qur'ani, ahlullahi wa khassatuhu. Ata janë njerëz të Kur'anit, pra i startë të Kur'anit, të cilët janë njerëz të veçantë edhe të përzgjedhurit të Allahut. Po ashtu Uthmani radhiyallahu anhu tregon prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Më i miri në mesin e juaj është ai i cili mëson Kur'anin dhe ja mëson të tjerëve. Ky hadith transmetohet te Buhariu. Po ashtu te Buhariu transmetohet hadithi tjetër prej Abu Hurairës radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la hasada illa fi ithnatayn. Nuk ka hasad smir veç se në dy gjëra. Rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'an fa huwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar. Sot një person që Allah ja ka mësuar Kur'anin, edhe ai lexon këtë Kur'an gjatë ditës edhe natës. Fa sami'ahu jarun lahu fa qala laytani utitu mithla ma utiya fulan. Fa amiltu mithla ma ya'mal. Thotë edhe një kujshi i tij ka dëgjuar këtë duke lexuar Kur'anin, edhe thotë sikur më kish dhënë edhe mu Kur'anin sikurse që ja ka dhënë Allahu këtij Kur'anin. Edhe të punoja me Kur'an ashtu që punon ai me këtë Kur'an. Wa rajulun ataahu Allahu malan fa huwa yuhlikuhu fil haqq. Thotë tjetri që do të kihet, që lejohet me pas zili, thotë është ai i cili Allah i ka dhënë pasuri dhe ai këtë pasuri e shpenzon në rrugën e Allahut, e shpenzon me ndihmë të vërtetën. Fa qala rajulun ilaytani utitu mithla ma utiya fulan fa amiltu mithla ma ya'mal. Thotë dikush kur thot sikur të më kishte dhënë mua Allah pasuri sikur sa atij që më punu që shponon ai, ose më shpenzu pasurinë siç e shpenzon ai. Po ashtu Abu Musa al-Ash'ari u transmeton pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thot mathalul mu'mini alladhi yaqra'u al-Qur'ana mathalul utrujja. Shembulli besimtarit i cili lexon Kur'anin është sikurse shembulli i një fruti që quhet arabisht utrujja, kurse në këtë gjuhën latine quhet citrus, pra është i familjes së limonit. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib. Thotë kjo frut aromën e ka të mirë, po gjithashtu edhe shijen e ka të mirë. Wa mathalu al-mu'mini alladhi la yaqra'u al-Qur'ana mathalu at-tamrati la riha fiha wa ta'muha hulun. Dorsa shembulli i besimtarit i cili nuk e lexon Kur'anin është sigurisht shembulli i hurmës, e cila nuk ka aromë, mirë po ka shije në ëmbël. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. Ndërsa shembulli i hipokritit i cili lexon Kur'anin është sikurse shembulli i borzilokut, që ka aromën e bukur, të mirë po shijen e ka të thjeshtë. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. Kurse shembulli i munafikut që nuk e lexon Kur'anin është sikurse shembulli i handhalës, është në pra bim i cili për ngjan është pra familjes të bostanit kasravicë ashtu më radh. Thot pejgamberi sa som lejse la harihun wa ta'muha murra, as nuk ka aromë, po edhe shijen e ka të thjeshtë. Hadithi transmetohet te Buhariu Muslimi. Pra për këtyre hadithe po e kuptojmë se ajo porta, dera më e madhe për meselës përmirësohen zemrat tona, shtohet imani jonë dhe forcohet imani jonë, është leximi i Kuranit fisnik. Leximi i Kuranit dhe meditimi i Kuranit. Për arsye se siç do ta shohim në ajetet më poshtë, Allah subhanahu wa taala këtë Kuran e ka zbrit për njerëzit si udhërrëfys, si mëshirë, shkëlqim, dritë, për gëzim, edhe gjithashtu këshill për ata që dëshirojnë të këshillohen, që dëshirojnë pra të punojnë ose të pranojnë këshillat. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi."
Ky libër që kemi zbrit është i bekuar, mubarak, pra i bereqetshëm. Dhe është vërtetuar si librave të mëhershëm. Po ashtu thot wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Këtë libër që kemi zbritur, ose kjo është një libër që kemi zbritur, e cili është i bekuar, prandaj ndesheni atë dhe keni frikë Allahun, pra ruani prej devimit që të mëshironi prej Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu thot wa laqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilm hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Në vërtetë aty ne ja kemi zbrit një libër, cilin e kemi shpjeguar në bazë të dijes. Po kemi shpjeguar thot Allahu çdo gjë në bazë të dijes Allahu subhanahu wa taala, dhe i cili është si mëshirë, udhërofyes dhe mëshirë për një popull që beson. Në surën tjetër thot wa nazzalna alayka al-kitaba tibyanan likulli shay wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin. Vërtet kemi zbritur librin i cili është shpjegues për çdo gjë, dhe është udhërofyes dhe mëshirë dhe përgëzim, pra lajmi i mirë për muslimanët. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Thot ky është libër që të kemi zbritur ty të bekuar, i bereqetshëm, që ata të ndalen edhe të përsijatin mbi ajetet dhe kuptimet e tij, si edhe që të kujtohen dhe të këshillohen të mendarët, pra ata që janë të mëshur. Po ashtu thot inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Vërtet ky Kur'an uzon drejt asaj që është më e mira, më e drejta. Dhe ja jep lajmin e mirë besimtarëve, të cilët punojnë vepra të mira, që për ta do të kesh problem të Allahut subhanahu wa taala. Po në njëjtën sure, pra në surën Isra, Allah thot wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dhe për Kur'anin zbresim atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët. Dhe keqbërësve ja ushton edhe më shumë humbjen. Po ashtu në surën Kaf thot inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Vërtet në këtë Kur'an pra ka këshill për atë që ka zemër, që dëgjon me vëmendje dhe që dëshmon, që është dëshmitar. Gjitha këto ajete që i lexuam më lart tregojnë për vlerën e Kuranit, i cili, siç e dim, pra është libri dhe fjala e Zotit botëve. Pa Allahu po na tregon se këtë Kuran e ka bërë të bekuar, ka bërë udhëzim dhe udhërofyes për krijesat. Dhe në këtë Kuran Allah subhanahu wa taala ka vendosur shërim prej smundjeve, sidomos prej smundjeve të zemrës, që janë pra smundjet e epsheve dhe smundjet e dyshimeve. Dhe Allah këtë Kur'an po na tregon që ka bërë pra lajm të mirë për gëzim, mëshirë për njerëzit dhe këshill për ata që dëshirojnë të këshillohen. Gjithashtu ka bërë udhëzim për që udhëzon në rrugën më drejtë, më të mirë. Dhe në ajete tjera Allah tregon thotë që në këtë Kur'an Allah ka shpjeguar dhe ka sjell pra prova, dëshmi, gjithashtu edhe kërcënime, në mënyrë që njerëzit të kenë frikë Allahut subhanahu wa taala, dënimin e tij, apo pra që këto kërcënime të ngjallin të ato në zemrat e tyre pra për kujtim. Dhe arsyeja krejt kësaj është se ai i cili e lexon Kur'anin dhe mediton rreth ajeteve kuptimeve të Kur'anit, rreth udhëzimeve që Allah i ka sjellë në këtë Kur'an, patjetër që në Kur'an do të gjejë njohuri, dituri që ja përmirësojnë zemrën e tij, ja forcojnë imanin e tij, ja shtojnë këtë iman, këtë besim. Ka se si sa Ibn Qayyim Allahu mëshiroft, ai që lexon Kur'anin, po e gjen në fjalët e Kur'anit, pra që Kur'ani përmend edhe flet për një Zot i cili është mbreti sunduesi, i cili i takon sundimi i plot, dhe i cili gjithashtu i takon e gjithë lavdia. Dorën e cilit është drejtimi i gjitha çështjeve. Pra piti dalin dhe tek ai përfundojnë, kthehen te gjitha çështjet, është i lartësuar mbi arshën e tij. Mirë, po megjithatë, aty nuk fshihet asgjë në mbretërinë e tij. Madje ai është i dijshëm, po e din se edhe çfarë fshehin zemrat e shpirtat e njerëzve. Allahu subhanahu wa taala i sheh, edhe i din edhe ato sekretet që i veprojnë ato, po kuptohet edhe tjera që i bojnë publikisht. Pa në Kur'an e gjen që Kur'ani flet për këtë mbret, për këtë sundues, i cili është i veçuar në rregullimin dhe drejtimin e mbretërisë dhe sundimit të tij. Po thotë ai dëgjon edhe sheh, jep edhe privon, shpërblen edhe ndeshkon, ndëron edhe poshtron, krijon edhe furnizon, jep jetë edhe vdekje. Gjithashtu thotë gjykon, vendos edhe
cakton dhe i fton robërit e tij dhe i udhëzon, gjithashtu dhe i nxit dhe i inkurajon ato gjëra në cilat është lumturia edhe shpëtimi i tyre. Po ashtu thotë i paralajmëron prej atyre gjërave në cilat është shkatrimi i tyre. Gjithashtu ai që lexon këtë Kur'an e gjen se ky Allah, pro ky Zot ja mundson njerëzve me njoft ato përmes emrave dhe cilësive të tij. Dhe ja mundson pra me dasht ato përmes të mirave dhe dhuntive të shumta që jep. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala në këtë Kur'an vazhdimisht ja përmend njerëzve dhunti të mira që ja ka dhënë dhe i urdhnon me ato gjëra që nëse i veprojnë, Allah ja u plotson këto të mira dhe këto dhunti. Po në anën tjetër thot Allahu i paralajmëron ata për dënimeve dhe ndëshkimeve të tij. Dhe ja u kujton se çfarë ka përgatitur për ta për nderimeve të larta edhe të mëdha në botën tjetër nëse i bindën atij. Po njëkohësisht edhe po ja u kujton se çfarë ka përgatitur për ta për dënime dhe ndëshkime të shumta nëse nuk i bindën. Dhe gjithashtu i tregon se çfarë ka vepruar Allah subhanahu wa taala si me miqtë e tij, po ashtu edhe me armiqtë e tij. Po si ka qenë përfundimi i dy palëve. Po ashtu Allah në këtë Kur'an thot i lavdron të dashurit e tij për shkak të veprave të mira që i kryejnë dhe për shkak të parave dhe cilësive të mira që i kanë. Ndërsa në anën tjetër thotë i nënçmon armiqtë e tij për shkak të veprave të këqija që i veprojnë ose që i kanë vepruar, dhe për shkak të veseve të shëmtuara që i kanë. Vazhdimisht Allah në këtë Kur'an sjell shembuj krahasime, edhe argumente dhe prova dhe dëshmi të ndryshme. Ju përgjigjet dyshimeve të armiqve të tij me përgjigjet më të mira, më të sakta. E vërteton të sinqertin, e përgjigjëstron gënjeshtarin, e thot vërtetën edhe uzon ka rruga e drejtë. Si dhe i fton njerëzit në shtëpinë e paqes, shtëpinë e shpëtimit, pra në xhenet. Ja u kujton edhe ja u përmend njerëzve për shkrimet dhe cilësitë që i ka xheneti, bukuritë e xhenetit, pra edhe kënaqësitë që janë aty. Dhe i paralajmëron prej shtëpisë së shkatrimit, po prej xhenemit, duke u kujtuar dënimet dhe ndëshkimet, po shëmtinë e kësaj shtëpie dhe dhimbjet që vujtet që do t'i përjetojnë njerëz në atë shtëpi. Gjithashtu thotë ja u kujton njerëzve varfrinë dhe nevojën e madhe që e kanë për të, po në çdo aspekt. Dhe që Allah subhanahu wa taala është i vetë mjaftueshëm, po i pasur edhe vetë mjaftueshëm që nuk ka nevojë për askënd. Po të gjithë janë nevojtar për të. Dhe njeri pra krijesat kanë nevojë për Allah subhanahu wa taala, qoftë edhe për atë lëvizjen e çepallës, pra për atë lëvizje të vogël janë nevojtar për Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa Allah subhanahu wa taala është që është i pasur ose i vetë mjaftueshëm për krijesat e tij, nuk është i nevojshëm për askën për krijesave të tij, nga se vetë mjaftueshmëria e Allah subhanahu wa taala është në qendjen e tij. Ndërsa krijesat pra janë të varfër nevojtar për Allah subhanahu wa taala me qendjen e tyre, në veten e tyre. Prandaj askush nuk mundet me arrit diçka për mirësisë, qoftë grimca më e vogël e mirësisë ose më shumë, veç se me mirësinë edhe mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe askujt nuk mundet më godit një e keqe, qoftë sa grimca më e vogël edhe më shumë, veç se me drejtsinë edhe urtësinë e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu vazhdoni Ibn Qayyim thotë ai se e lexon Kur'anin dhe fjalët e tij e gjen se Allahu subhanahu wa taala besimtarët të dashurit të tij, pra besimtarët që i don miqtë të tij, edhe nëse i shorton, po i shorton në mënyrën më të mirë, po me shortimin më të butë. Megjithatë, Allah subhanahu wa taala thotë tregon se aty pra e u fal mëkatet, i toleron për gabimet që i kanë bërë, po ja u pranon arsyetimet, justifikimet, e përmirëson të prishurin në mesin e tyre, i mbron ata, i përkrah, i mbështet, e ka marrë përsipër, ka garantuar pra interesat e dobitë të tyre, si dhe i shpëton ata për çdo brengë dhe çdo vështirësie. Po ashtu thot, e plason ose përmbush premtimin që u ka dhënë atyre, nga sa ai është kujdestari i tyre dhe mbrojtësi i tyre, ata nuk kanë mbrojtës tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Po mbrojtësi i vërtet për ta është Allahu. Dhe pra Allah është i vetmi i cili i ndihmon ata kundër armiqve të tyre. Dhe siç thot Allahu fe ni'mal maula wa ni'man nasir. Sa mbrojtës edhe ndihmtar mbështetës i mirë është Allahu subhanahu wa taala. Dhe kështu thot, vazhdon njeriu pra me përfitu prej Kuranit kur e lexon me meditim, pra duke përmirësuar zemrën e tij. Nga se pra në zemra e tij kur e lexon Kuranin kështu me meditim dhe përsiatje, që është më lart pra zemra e tij sheh edhe dëshmon dituri dhe njohuri që ja shtojnë imanin e tij dhe ja forcojnë pra këtë iman. Dhe thot, vazhdon Ibn Qayyim thot, si mos jetë kështu, kur ai në Kuran pra e gjen se Kurani flet për këtë mbret madhështor,
i cili është i mëshirshëm, është bujar, është i bukur. E pastaj thot si ka mundësi që kur njeriu lexon për këto cilësi dhe atribute të Allahut subhanahu wa taala, si ka mundësi që mos më dashur Allahu subhanahu wa taala. Si ka mundësi që mos më shpejtu edhe me garu me tjerë që mu afru sa më shumë te Allahu subhanahu wa taala me adhurime dhe vepra të mira. Si ka mundësi thot që edhe frymarrjet e tij mos më shpenzu për me arrit dashurinë e tij. Dhe si ka mundësi pas gjithë kësaj që njeriu pra mos më dashur Allahun më shumë se çdo gjë tjetër. Edhe që mos më dhon përparësi kënaqësisë së tij para çdo gjëje tjetër. Si ka mundësi bazë thashë që njeriu mos më pushu kur për dhikrit përmendjes të Allahut subhanahu wa taala, edhe që dashuria, malli për takim me Allahun subhanahu wa taala dhe preja që e gjen ai me qenë ushqimi i shpirtit të tij, forca e shpirtit të tij dhe ilaçi për shpirtin e tij. Në atë mënyrë thotë më arrit deri në atë nivel kur nëse i mungon diçka prej këtij ushqimi, prej këtij ilaçi, edhe prej kësaj force thotë ai zemra e tij prishet dhe shkatërrohet. Edhe nuk përfiton pasaj njeriu pijetës së tij. Gjithashtu Ajurriu, Allahu mëshiroft, kur flet rreth kësaj teme thotë, ai i cili mediton fjalët e Allahut subhanahu wa taala në Kur'an, ka më njoft Zotin e tij. Edhe ka më njoft, pra ka më arrit dijen se sa i madh është pushteti i Allahut subhanahu wa taala, sa e madh është fuqia e tij. Po ashtu ka më arrit pra në përfundim se sa shumë të mëdha janë mirësitë dhe dhuntit e Allahut për besimtarët. Edhe ka më arrit në përfundim ka më ditë se çfarë obligime ka Allah subhanahu wa taala ndaj njerëzve në kuptimin që kë e ka farz obligim me ju bind Allah subhanahu wa taala me adhuru. Prandaj thotë detyron veten e tij që me ju përmbajt këtyre obligimeve dhe tregohet i kujdesshëm për atyre gjërave që ja ka ndaluar pra Zoti i tij. Kështu thotë i synon ose i ka i lakmon ose i dëshiron ato gjëra që Allah subhanahu wa taala e ka nxit për to. Prandaj thotë kushdo që gjendja e tij është tek till kur e lexon Kur'anin apo kur e dëgjon Kur'anin për dikujt tjetër, atëherë thot Kur'ani bëhet shërim për të. Edhe bëhet thot përmes Kur'anit pasurohet pa pasuri. Edhe lartësohet pa pas përkrahas ndimtar pa farefis. Edhe gjen pra prehje në ato gjëra që tjerë pra ndjejnë atë vetmin në raport me ato gjëra. Kjo e gjen prehjen shpirtore në këto gjëra pra kur lexon Kur'anin kështu me meditim. Prandaj thot preokupimi kryesor i muslimanit kur lexon Kur'anin në këtë mënyrë është që kur të hap Kur'anin edhe fillon me lexu surën, cili është qëllimi i preokupimit i tij është se si më nxjerr sa më shumë dobi, këshilla dhe mësime për kësaj sure. Nuk është qëllimi i tij që është me përfundu sa më shpejt leximin e surës. Mirë po qëllimi ka si me kuptu fjalën e Allahut subhanahu wa taala, këto fjalë që Allahu i ka drejtuar, cili është kuptimi domethënie atyre. Qysh më arrit që përmes tyre fjalët e Allahut ne me frenu me ndal veten prej mëkateve, prej gjunaheve. Qysh më marr pra që thamë mësime dhe udhëzime prej kësaj sure. Ka sa thot leximi i Kuranit është ibadet, është adhurim. Edhe nuk do që kjo adhurim të bëhet në formë të shkujdesur, po duke qenë gaflet. Mirë po thot Allah është ai i cili jep sukses kujt dëshiron drejt kësaj çështje. Për këtë arsye pra Allah subhanahu wa taala në Kur'an i ka urdhëruar robërit e tij edhe i ka nxit vazhdimisht që me përsiat me meditu Kur'anin. Allah subhanahu wa taala thot afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. A nuk po meditojnë ata rreth Kur'anit? Sigur të kishin ky Kur'an pi dikujt tjetër veç Allahut, atë do të gjenin aty kundërthënie të shumta. Po ashtu Allah thot në surën Muhammed, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. A nuk po meditojnë ata rreth Kur'anit apo i kanë zemrat e kyçura me dry. E lexuam lart ajetin ku Allah thot kitabun anzalahu ilayka mubarakun. Kjo është një libër që të kemi zbrit ty, libër i bekuar. Liyadabbaru ayati. Cili është qëllimi i zbritjes Kur'anit, thotë që ata të përsiaten të meditojnë në mbi ajetet dhe kuptimet e këtyre ajeteve. Waliyatadhakkaru ulul albab, dhe që mendarët marrin këshilla dhe mësime. Po ashtu Allah subhanahu wa taala na ka shëruar Kur'an se shkaku pse disa njerëz nuk janë udhëzuar në rrugën e drejtë, po kanë devijuar, kanë humbur rrugën e drejtë, është se nuk kanë medituar rreth Kur'anit. Po kur është lexuar Kur'ani, ata janë treguar arrogant, edhe nuk e kanë dëgjuar me vëmendje. Allah subhanahu wa taala thot, pra kur i shorton banorët e zjarrit, ditën e Kiametit thot, qad kanat ayati tutla alaykum fa kuntum ala aqabikum tanqisun. Ju veç se ju janë lexuar ajetet e mia për jetën e kësaj bote. Mirë po ja thot sarë që ju lexoshën ajetet, ju tërhiqeshën mbrapa. Po nuk s'keni pas dëshirë mi dëgjuar ajetet e Allahut subhanahu wa taala. Jeni tërhiq.
mustakbirin bihi samiran tahjurun, duke u treguar me ndjemdhaj, arrogant. Si dhe duke fol për Kur'anin sikur po njerëz kur folin, do thonë ato netet e gjata për ato mitet ose prallat, kështu sa te keni pas çastin e juaj ndaj Kur'anit. Prandaj thot Allah, afalam yadabbaru al-qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin. Sa ta nuk po meditojnë ata rreth fjalës, pra rreth Kur'anit, apo ju ka ardhur atyre pra shpallë që nuk i ka ardhur baballarëve ose paraardhësve të tyre më herët. Po ashtu Allah subhanahu wa taala na tregon Kur'anin dhe na shpjegon se Kur'ani ja ushton besimtarëve imanin me kusht nëse e lexojnë edhe meditojnë rreth ajeteve të tij. Allah thot innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Besimtarët vërtet janë vetëm ata që kur përmendet Allahu zemrat e tyre dridhen për frikës ndaj Allahut. Dhe kur lexojnë ajetet e Allahut, këto ajete ja ushtojnë atyre imanin. Edhe vetëm tek Zoti tyre mbështeten. Po ashtu Allah subhanahu wa taala tregon për besimtarët e mirë që kanë qenë mesin e historive të librit, të cilët kuptohet pastaj e kanë pranuar Islamin. Se ky Kurani kur është lexuar atyre, ata më njëherë kanë rënë përmbys mbi fytyrat e tyre në sejdë. Edhe kanë qajtë dhe kjo ka shtu për ulën besimin edhe nështrimin ndaj Allahut. Po në surën Isra Allah thot, kul aminu bihi aw la tu'minu. Thuaj atyre, pra i dhujtarëve të Mekës, nëse doni besoni, nëse doni mos besoni. Inna alladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yakhruna lil adqani sujada. Mirë po dijeni se atyre që është dhënë libri para Kur'anit, kur atyre ju lexohet Kur'ani, ata bien përmbys mbi fytyrat e tyre në sejdë. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dhe thonë i larsuar je o Zoti ynë, vërtet premtimi yt është përmbushur. Ka premtimi është kuptimi profecia që Allahu ka paralajmëruar në librat e mëhershme që ka mbetë edhe një shpallje e fundit me zbrit, një pejgamber i fundit më ardh. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ata bin përmbys mbi fytyrat e tyre në sejdë, çajin, edhe kjo është edhe më shumë për uljen ndaj Allahut. Po ashtu Allah subhanahu wa taala na tregon edhe na njofton se sikur ky Kur'an të zbrisë ndonjë mali, atëra ai mal do të përulej për madhështisë së Kur'anit dhe do të coptohej, po pi frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Edhe Allah subhanahu wa taala tregon se këtë gjë e ka sjellë si shembull për me sqaruar më na shpjegon neve se sa madhështor është Kur'ani, më da tregu madhështinë e tij. Pasi që dim surën Hashar Allah thot: "Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytuhu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah." Se kur ta zbrismi këtë Kur'an mbi ndonjë mal kodër, atëherë do ta shehë atë malin të përulur dhe coptuar, po të ka filluar mu çau, mu coptu. Prej frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Thot Allah këta janë shembuj që i sjellin për njerëz në mënyrë që ata të ndalen dhe mendojnë dhe të reflektojnë. Pra se ky është efekti i Kuranit mbi një mal atë. Po si do të ishte efekti i Kuranit mbi zemrat tona. Apo që thonë dietarën, dashka zemrat tona janë bomba të ngurta se sa mali. Ta që nuk ndikojnë fare prej Kuranit. Po ashtu Allah subhanahu wa taala Kur'anin e përshkruan që është fjala më e bukur. Dhe që Allah ka përsërit vazhdimisht ajetën Kur'an, po ka përsërit fjalë mirë që të kuptohet më mirë ky Kur'an. Dhe na tregon se lkurat e besimtarëve të devotshëm kur e dëgjojnë Kur'anin rrëqethen. Po pri ndrojes edhe frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah ka zbrit fjalën më të bukur, pra Kur'anin, në formën e një librit, pjesë të cilit i përngjan janë tjetër dhe përsëritën. Po përsëritën shërim historitë e pejgamberëve, dispozitat e kështu me radhë. Taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Lkurat e atyre që kanë frikë Zotin e tyre, thot rrëqethen kur e dëgjojnë Kur'anin. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Pastaj lkurat e zemrat e tyre qetësohen edhe zbuten kur përmendet Allahu. Dhalika hudallah yahdi bihi man yasha. Ky Kur'an është udhëzimi i Allahut, me cilën Allahu zon kënd dëshiron. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ndërsa atë që Allahu e devijon pra shpije në humbje nuk ka udhëzues për të.
Po ashtu Allah subhanahu wa taala i çorton besimtarët, të cilët kur e dëgjojnë Kur'anin nuk tregojnë për ulje gjatë dëgjimit të Kur'anit. Dhe i paralajmëron që mos më radh një të gjendje, mos më përngjasu ju besimtarëve, pjesëtarëve të jetë më hershëm, pjesëtarëve po të librave që kanë zbritur më hershëm, të cilët do të kanë rënë këtë gjendje. Do thotë që shpalljen e Allah subhanahu wa taala nuk ka pas efekt në zemrat e tyre, i ngurtësu zemrat e tyre. Po surën Hadid Allah thotë alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. A nuk ka ardhur koha që zemrat, që ata cilët kanë besuar, pra zemrat e tyre të përullën ndaj përmendjes Allahut edhe shpalljes të vërtetës që ka zbritur Allah. Të jenë të përullura pra ndaj këshillave të Allahut, ndaj Kur'anit, pra shpalljes që ka zbritur Allah në këtë Kur'an, përmes këtij Kur'ani, pra e kështu me radhë, dhe mos bëhen sikur idhtarët e librit, që është dhënë libri më herët, fatala alehimul amadu wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl. Dhe mos bëhet sikur idhtarët e librit më herët, pra që ka dhënë libri, fatala alehimul amad, që pas zbritjes së librit ka kaluar një kohë, të tani kohë gjatë, faqasat qulubuhum, zemrat e tyre u ngurtësuan. Për arsye se pra nuk e kanë lexu librin që ka zbritur Allah, nuk e kanë dëgjuar me për ulje, domthonë me meditim dhe presjati. Kjo është bërë shkak që zemrat e tyre të ngurtësohen, bën sikurse ngurri. Wa kathirun minhum fasikun, thot Allah, dhe shumica e tyre janë të pabindur. Pra gjitha këto ajete që i lexuam më lart ka argument qartë që tregojnë për rëndësinë e Kuranit dhe që muslimani vazhdimisht do të kushtojë rëndësi të madhe, pra kujdesin ndaj Kuranit. Dhe gjithashtu tregojnë për efektin e madh që ka Kurani në zemrat e njerëzve. Dhe që është shkaku kryesor dhe më i rëndësishëm për mi përmirësu këtë zemër. Sidomos që është e pa pra nëse Kurani lexohet me meditim edhe persjatje, edhe mundohet njeriu që mi kuptu sa më shumë domethënie edhe kuptimet e Kuranit. Ibnul Qayyim Allah më shumë thot, në përgjithësi i themi se nuk ka gjë më të dobishme për zemrën se sa leximi i Kuranit me meditim dhe persjatje. Nga se Kurani thot i ka përmbledh në veten e tij të gjitha ato nivelet e atyre që janë duke rrugtuar edhe udhëtuar për te Allahu subhanahu wa taala. I ka përmbledh gjenjet e atyre që punojnë edhe e adhurojnë Allahun, po punojnë për Allahun subhanahu wa taala. Edhe shkallët e atyre që e njohin Allahun subhanahu wa taala. Këtë janë të përmendur në Kur'an. Andaj thot Kurani është ai i cili sjell në zemër dashurinë ndaj Allahut, mallin për të, frikën dhe shpresën te Allahu subhanahu wa taala, kthimin te ai, mbështetjen te Allahu subhanahu wa taala, me qenë i kënaqur me Allahun dhe çështjet më ia dorëzuar dhe më ia besu Allahut, si dhe me falëndëru Allahun me qenë i duruar. Edhe gjitha tjera thot prej gjendjeve që e sjellin gjallërinë dhe jetën e zemrës dhe plotsojnë pra zemrën e njeriu. Po ashtu thot Allah, Kurani na tërheq në veprën, edhe na ndalon prej gjitha atyre vese dhe veprave që janë të nënçmuara, përmes cilave korruptohet, prishet dhe shkatërrohet zemra e njeriu. Prandaj thot sikur ta dinin njerëz se çfarë dobi të madhe ka leximi i Kuranit me meditim, atëherë ishin preokupuar me Kur'anin, do thotë nuk ishin angazhuar me diçka tjetër përveç tij. Por arsye sot leximi i Kuranit me meditim do të jetë në atë formë që njeriu kur e lexon edhe ka nevojë për atë jetë, por në atë jetë e gjen shërimin për zemrën e tij, thotë le ta përsërit vazhdimisht atë jetë. Qoftë nëse e përsërit 100 herë. Qoftë nëse e përsërit tër natën. Nga sa do të me lexu një ajet vetëm me meditim edhe duke munduar me kuptu domethënien e tij, thotë kjo është më e mirë se sa me lexu një hatme të Kuranit pa meditim, edhe pa përsjatje. Po më e dobishme është me lexu një ajet me meditim se sa një hatme pa meditim. Më e dobishme për zemrën. Gjithashtu thotë kjo ka ndikim më të madh që po më ushtu imani, më arrit imani i njeriu edhe me shiju ëmbëlsinë e imanit. Po për kësaj që thamë lart për shkak që vërtet Kurani fisnik është shkaku se gjëja kryesore më madhështore që e forcon imanin në zemrat tona. Edhe domthon shkaku kryesor që sjell shton imanin domthon në zemrat tona. Po pi faktorëve kryesor më të dobishëm që shton imanin në zemrat tona. Edhe pra Kurani shton imanin në zemrat tona në mënyra ndryshme, siç e përmend dietari i Nor Abdulrahman Saidi Allahu më shoft thotë që Kurani e forcon imanin në zemrat tona në forma ose në mënyra ndryshme. Mirpo thot besimtari si të fillon me lexu Kuranin,
Edhe pra e sheshin Kur'an ato në vendosur për shembull historitë e popujt të mëhershëm, po gjithajnë në historitë vërteta. Po ashtu shesh aty Allah përmend ligje, dispozita do thonë të mira dhe të përkryera. Gjithashtu do thonë kur i lexon këto histori dhe këto dispozita thotë atëherë aty i ndodhen gjërat do thotë çuditshme ose mirësi të shumta që kanë të bëjnë me imanin e tij, me besimin e tij. Veç me lezu Kur'anin mjafton thotë. Më njëherë thotë fillon me ndodh aty, pra ç'është dobi hajër mirësi e madhe që ndërlidhet me imanin e tij. E se është thotë puna nëse fillon me meditu. Po mediton edhe më thellë rreth Kur'anit. Mundohet mi kuptu qëllimet, objektivat që ka përmendur Allahu në Kur'an, sekretet e kështu me radhë, padyshim që aty po kam arrit mirësi dhe hajër dhe shumë mirësi të tjera edhe më të mëdha dhe më të shumta. Mirë po, pra çish e pam deri tash do të më ditë se përmirësimi i zemrës përmes leximit të Kuranit nuk arrihet përveç se që është thamë deri tash ai i cili i kushton kujdes të veçantë kuptimit të Kuranit. Me kuptu Kuranin do më thonë në ti edhe me zbatun praktike, me punu me të. Do nuk mjafton vetëm me lexu Kuranin, vetëm lexim i thjesht. Pa mundu me kuptu dhe pa mundu me që është thamë me persjell ose me meditu në kuptimet e do më thonë në ti. Përndryshe na e dim se ka shumë njerëz që lexojnë Kuranin, ashtu edhe memorizojnë këtë përmash. Mirë, po ky Kuran do të jetë argument kundër tij ditën e Kiametit. Po do të jetë armik kundër tij ditën e Kiametit. Allah subhanahu wa taala thot vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadithin e saktë që transmetohet te Muslimi thot inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allahu përmes këtij libri, Kuranit, disa njerëz i ngrit dhe i larson, ndërsa disa tjerë i ul dhe i poshtron. Përmes një libër. Po dy parë të lexojnë librin, mirë, po disa i ngrit, disa i ul dhe i poshtron. Po ata që punojnë me Kur'an, Allah i ngrit dhe i larson, ndërsa ata që e lexojnë mirë, po nuk punojnë me ato, nuk e zbatojnë praktik, Allah domthoni i poshtron dhe i përul ata. Po ashtu në hadithin tjetër që transmetohet te Muslimi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el-Quran wal Qur'anu hujjatun laka wa alayk. Kurani do të jetë ose argument për ty, ose do të jetë argument kundër teje në ditën e Kiametit. Po Kurani do të jetë argument për ty nëse punon me të. Do ta shton imanin ton, nëse ti domthon punon me të dhe vepron sipas udhëzimeve edhe mësimeve të Kuranit. Do të jetë argument kundër teje nga se ta pakson imanin, nëse tregosh neglizhent në raport me Kuranin, në raport me udhëzimet edhe këshillat e Kuranit, edhe dohon tregosh neglizhent në raport me kufit që ka vendosur Kurani. Për këtë arsye, po Qatada i Allahu shoft ka thonë, lam yujalis hadha al-Qur'an ahadun illa qama anhu bi ziyadatin aw nuqsan. Kushdo që u ul me këtë Kur'an, kur u ngrit prej tij, ose ju ka shtu imani ose ju ka paksu. Po njërin kemë arrit kur e lexon Kur'anin, ose ka më të shtu imani ose ka më të paksu. Prandaj pra muslimani është mirë që para se me fillu me lexu Kur'anin, me mësua dhe mënyrën se si me përfitu prej Kur'anit. Mënyrë që përfitimi prej Kur'anit jetë i plot. Dhe Ibn al-Qayyim Allahu shoft e përmend një rregull shumë të rëndësishme, po edhe shumë të dobishme në lidhje me këtë çështje në librin e tij El Fawaid. Thotë ai që dëshiron me përfitu prej Kur'anit, atëherë kur lexon Kur'anin ose kur e dëgjon mbi dikujt tjetër, le ta mbledh zemrën e tij. Po le ta toboj zemrën e tij, mos jetë i shpërqendruar, po mi pas mat dohon vende ndryshme në punë, kështu në biznes mirë, po le ta toboj ose le ta përmbledh zemrën e tij në raport me Kur'anin. Po kur e lexon ose kur e dëgjon mbi dikujt tjetër, po le ta toboj zemrën e ta drejtoj ka Kur'anit. Gjithashtu thot le ta dëgjoj me vëmendje. Si dhe kur të lexohet Kur'ani, thot le ta vendos veten në atë pozitë sikur këto fjalë që Allah i ka zbritur në këtë Kur'an po i drejtohen atij. Po në këtë rast ty që e lexon ose e dëgjon Kur'anin. Po vendosë veten tonë në pozitë këtill që Allah këto fjalë, këto urdhra, këto ndalesa, këto histori që i ka dhënë në Kur'an e kështu me radhë, po ti drejton ty direkt, edhe ti i dëgjon prej Allahut te ti. Këtë mënyrë po nëse e zbatojmë këtë rregull që përmend Ibn Qayyim, po esim në këtë rrugë kur lexojmë Kur'anin ose kur e dëgjojmë pi dikujt tjetër, atëherë vërtet secili prej nesh po ka arrit dije të madhe, po gjithashtu edhe praktik, po kam i bë bashkë mes dijes edhe punës me Kur'an. Po përfitimet e dijes pe Kur'anit dhe të punuarit ose të zbatuarit Kur'anin praktik. Këtë mënyrë do të zbutet edhe do të përmirësohet zemra jon, do të shtohet imani jon,
Edhe ky iman do të bëhet pra i fortë, i palohatshëm sikurse ato malet që janë të palohatshme. Prandaj ne lutem Allah subhanahu wa taala në fund që të gjithëve neve pra më na dhon sukses, edhe më na inspirojë drejt çdo hajri dhe të mirë, dhe Allah subhanahu wa taala dhe më mirë. Allahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.